mirë se vini të Vlogmas Day 4. Mos gabofsha, s'jam e shumë e sigurt. Sot është një e shtunë, unë dukem njeri tjetër në krahasim me dje, që isha si mos më keq. U rregullova sot, dedikova pak kohë nga mëngjezi im vetes, që të ndjem pak më mirë, të ndjem më bukur. Edhe kjo gjë të më sjell pak pozitivitet, të dalëm nga shtëpia, të bëjmë gjërka. Duhet të filmoj se s'bën intron e këtij Vlogmasit, shpresoj të jetë ajo ditë. Gjithsesi, unë ju do ju marr me vete të shikoni të gjitha. Ndërkohë Klajdi vendosi të le mustaqe njerëz. Sot u zgjua me këtë vibe-in, më tha do le mustaqe. Nuk jam i bukur. Bor, nuk ke mustaqe, le të filloj me gjërat basic. Nuk ke qime në fytyrë. E dyta ato që ke janë bjonde nuk duken. Ja, e lem atë sens no sens. Por është shumë i madh e duhet ta le të marr vendime për veten. Unë vendimin tim e thash, ngjan si diktator. Pastaj Si çan gjaj? diktator. Ku don ta pish kafe? Atje ku e pim gjithmonë. Do ketë më. Jo, në datën 30 mbyll. Sot ç'asht? 29. Nisa mëngjes me lavatricet, po vazhdon dita që dje. Lavatrice ime është non stop që dje. Palosa rrobat që ishin te tharsja, vendosa rrobat e reja te lavatricia, vendosa rrobat e reja te tharsja. Kanë vënë edhe pemën e vitit të ri këtu te fshati, jo? Plus janë ditët e fundit që do vim të pim kafe te kjo kafja, që është e vetmja që bën kafe si më pëlqen, sepse e ka shitur. Do ik që këtu. E pastaj unë nuk e di ku do shkoj të pi kafen time të mëngjesit. Se mos mendoni, 3 kafe kemi këtu te lagja. Kam erdhur një xhiro në të përdorurat, që kam shumë kohë pa erdhur në këto të përdorurat që kemi pak më larg shtëpisë. Edhe po shoh ca çmendurira në për çmimet. Pas sa peliça kafe, fantastike. 220 euro në të përdorurat. Që unë aty kam marr pelicën time të bardha të fantastikin, që është peliça ime preferuar në botë. Edhe sa ka vajtur o burra ajo peliça? Hajde të kem harxuar 50, hajde. Mbase po them edhe shumë. 220 i shesën tani peliça. Kishte edhe ca me 150, po aq, hiku petlla ma. Dhe ikëm një xhiro në mode në tani te Christmas Markets. Të marrim një çokoladë ngrohtë. E sa t'jem veshur si njeri, kam veshur e golfin, po poshtë golfit kam veshur e tjetër bluzë, zezë, termike, me mëngë të gjata. Gjeta edhe këto, sa t'jeni të përdorurat ka rezat faktikisht, edhe shesën e lule. E gjeta këtë dhe mora që më duke shumë të bukura, plus Xhaxhi më tha që këto rinë të gjalla deri në shkurt. Pa ujë. Mjafton pa ujë tha. Dini çfarë është shumë bukur kur ka diell, sepse u kënaqu me xhiro, piva me çokoladë ngrohtë, pash edhe budallalliqe që të ble, edhe pse nuk bleva asgjë, po më kënaq vetëm që të rit i shoh, të kërkoj gjërka të vockla ande. Edhe kanë dalë të gjithë njerëzit, janë ulur në për kafet, po pin kafe dhe neve ulëm te kafe Pavaroti, që këtu vinte edhe pinte kafe Pavaroti. Jo, është e vetja më duket. Është e vetja. Nuk e di. Është e vetja ose ja kanë dedikuar, thot Klajdi. Ulëm edhe atje dhe ishte shumë nice dhe tani duhet të shkojmë në shtëpi për ampret Lulushi. Në të përdorurat vetëm burim gjeti gjëra të bukura. A duhet të provosh xhaketkën të shohëm si të ri. Mori këtë xhaketkën që është ngjyrë tip burgundi, por kafe. Jo, është burgundi, nuk është tip kafe, është burgundi. Është 100% lana, vintage, shumë e bukur, po është large. Shpresoj që t'i ri bukur edhe t'i bëj, sepse mua shumë më pëlqevi. Jashtë nga të përdorurat, donjëherë është një Xhaxhi që kisha thënë kisha bler edhe kopucët Adidas të reja Fringo me 30-40 euro një palë, me etiketat akoma, me kartelat. Ishte prapa i Xhaxhi, hodha një sy, nuk gjeta ze për vete, por kishte këtë xhaketën përsëri për Klajdin, blazeri, është lino, kjo si ngjyrë është kafe, e Zarës është 100% pambuk gjithsesi, kështu që kjo është shumë e mirë. Dëgjon burr, 100% kotone, edhe 100% lino. Duhet jetë kotone pjesa brenda edhe lino pjesa jashtme. Me kartelën e vet nga 120 euro që kishte Zara, e mori me 20. Ishte fiks numri Klajdit, por është për në behar, nuk vishet tani në dimër. Gjithsesi ta ketë për atere. Pse ti blejmë me full price kur mundemi t'i gjejmë me gjysmë të çmimit? Kush do haj tani? Kush se cenka ime i bukur se do haj drek? Vjen ja fare la papa, vjen.
Unë kisha lënë këtu edhe disa nga shtënjat që kishim mbledhur, se thash tani që do vi mami me babin t'i bëjmë. Me qenë se ishim bie, kishim mbledhur me duart tona edhe realisht e ditë që i poqi Klajdi bërim, si quhet në zgar. Tani nuk quhet zgar ajo, barbecue. Nis, i poqi. Dolën ekstrem shumë të mira. Po nuk na doli koha të merreshim me këta punë. Babi mbaronte në orën 9 të darkës, Klajdi rinte nga brava babit kur ktheheshin nga puna të jap diçka, po e di unë të shkoj të blej diçka, të hedh plera njërin tjetrin edhe nuk ka ritëm t'i pjekëm. Thjesht plur kanë marrë ato, jam plot plur nga punime. Po i fut në ujë dhe mbaron puna. Supozoj, përveç se po na helmova tani. Vjeni Lucy ceni. Ha Lucy, ha. Dhe do vazhdoj të merrem me rroba. Ju thash, këtë punë do kem tani. Nuk kam gjë tjetër të bëj derisa të zbrasin koshat. I kam mbushur të gjitha koshat që kam në shtëpi, plot. Kam vënë edhe makarona të zjenj, sepse ka vajtur ora 3, duam të hajmë diçka shpejt. Na ka erdhur uria. Na kishte marrë malli të hajmë makarona të thjeshta. Prit të shoh gruaja mustaqet? Më japin atë konturin. Ta t'jep kulturin. Contouring, si thua? Contouring. Contouring. Ku e diti ç'është contouring? Definition. Definition të japën. Njerëz thojnë Klajdit po i shkojnë mustaqet e padukshme që. Buri tani do shkoj të hedh këto gjërat këtu, që nuk hidhen të plerat normale, po duhet të çosh te një gjë që quhet diskarika. Hajde buro, hajde. Kjo pjesa këtu prej druri gold ishte pjesë e pasyrës, ishte këtu poshtë. Ishte një pjesë e shtuar aty, që kishte këto punimit që ishin të bukura, por nuk rinte kështu tamam fix këtu, dilte gjysma e pasyrës, gjysma eksagjerova, po dilte një pjesë e pasyrës. E tani shikoni sa bukur që duket kështu. Ridolëm sepse duhet të shkojmë të blejmë kafe. Këtë javë ishim 5 veta në shtëpi, 5, po. Edhe pinim kafe në mëngjesin në drek në shtëpi shumë herë. Kështu që mbaruan kapsula, duhet të shkojmë të rifurnizojmë, duke qenë që edhe buri ikën në Sicili, edhe do jem vetkë në shtëpi, plus po mbyllet ajo, si u thash, e kafes. Po më përqafovi, më tha mirupafshim, mbërje edhe foto që ta publikoj në story me klientët e na bërje ne. Po, më duhen kapsula në shtëpi si s'ben. Unë pa kafe, nuk është ide e mirë. Hyrëm një xhiro te Zara, e bukur kjo çantka. Do I need this one, ta marr për në dëbor. Më pëlqen. I'm vibing with it. Pellice. Po më flasëm, po më tërheqën. Edhe çantat bëra me pellice kanë dalë shumë në mod këtë vit. Koleksioni festiv i Kikos është plot xixa. Shikoni këtu ç'a bukurie. I desha të gjitha. Unë që po provoj atletet të reja të shpifura, se ishin 40 euro, e mua në përgjithësi më pëlqejnë atletet e shpifura. Pse? Të bukura nuk janë. Shumë të bukura. Aq të bukura sa janë të bukura. U kthevëm në shtëpi. Ishte plot me njerëz të qendra tregtare, si gjithmonë. Se këtu bën ftohtë, nuk kanë ku të shkojnë njerëzit, nuk kanë çat bëjnë, se nuk ka si organizon kush e di çfarë aktivitete, e shkojnë për qendra tregtare. E bëjt aty o zot i denoj nene. E dini çfarë? I provova unë këtë koleksionin festiv. E preferuara ime ishte kjo me cinnamon, me kanell domethënë. Ishte edhe double espresso e koleksionit festiv, ajo nuk më pëlqevi fare. Zero. Edhe në përgjithësi e preferuara ime nga të gjitha është kjo roasted hazelnut. Më duket jo kam thënë. Kështu që këto mora pak a shumë. Mora edhe double espresso normale, sepse ata pinë kryesisht Klajdi dhe taran Bableria. And that's all we need in this life. Po zbrazja e çfarë dhe këtë lavastovije, po e lash për gjysëm. Lava pak trupin, sepse ndjesha i qelbur që kishim dalë që në mëngjes rrugëve. Them të gatuaj, jo se them, po detyrimisht, është punë bijetese. Vez me brokoli, që të hajmë shëndetshëm, edhe mos lodhem. Edhe pse idealisht do desha të haj McDonald's. Na ka thënë truri dua ta McDonald's. Pas që thonim te qendra tregtare, një dy palatleti që po më pëlqenin shumë. Po i provoja të dyja, nuk dija këtë zgjedh. I thash Klajdit këtë marr, më tha merri të dyja. Unë nuk desha të le 200 euro tani që të ble atlete kot, që nuk e kam nevojë në fund të ditës. E mendova, i lash të dyja, nuk mora asnjë palë. Duke qenë që nuk dija këtë zgjedh, thashë di çfarë, po i le të dyja. E të mbaroj muhabeti, sepse ishte o të dyja ose asnjëra. Të dyja ekstreme. Po di një strategji që duhet përdorur me të kaos. Kur ke kaos ti nuk logjikon edhe ikën. Kam mësuar me vite as teknik. Do me thënë më thua ashtu që mos ble. Jo, unë tash ble, nuk e çat më thuash. Po tani po pranon që e the, ka stile që mos ble. E mësoj burra. Bur, me ato mustaqet je bërë shumë i rrezikshëm. E di valla, e di sa bukur jam bërë për zotin.
Lushe, babi nuk është në Terezi, Lushe. Nuk është fare në Terezi. Thoj njerëzve që të thash të më marrësh me vete në Sicili e nuk më merr. Ka se nuk të marrësh, unë shkoj atë të punoj. E unë nuk do t'ipja bezdi. Kur krijohen kushtet me shumë, do me thanë kohë përpara, mund të bëhen gjatë. Kur nuk krijohen kushtet, nuk kam se si të marr. E di çfarë, do i marr të dyja këpucë, do i blej online. Njerëz nuk po ja u bën me middle finger Clyde, po desha t'ju tregoj që në shtëpi kemi një kështu, një nusë lali. Kjo është nusja e lalit. Brokolit si përfundim që kishte marrë Clyde ishin me myk, edhe i kishte marrë dje. Çfarë faj kam? Të dha njëri faj të thash. Të thash ti hajnë dje, ti dhe jo. Dje i bleve edhe sot ishin me myk, edhe dje me myk ishin, nuk u bën sot me myk. Vura në vend të brokoli patate, bera edhe një sallatka, and we are ready to eat. Ora ka vajtur 9:30 e darkës dhe mua më flije. Zor po mbaj syt hapura. Ishim shtrir pak aty te divani, edhe po më zinte i gjumi. Prandaj kam sjell këtu advent kalendar, ta hapëm sot numrin 4, që duket edhe e madhe kësaj radhe. So nice! Atje ku desha një blash në formë pudre, edhe ma blevi motra ime, ma beri dhurat për festën e emrit tim. Tani shikoni këtu, kemi edhe një tjetër blash, por ajo është pak më roz, ndërsa kjo është pak më kafe. Sepse kam një blash nga Physician Formula, thjesht ajo është me xixe dhe unë nuk i parapërdor xixa, te blashi të paktën. Mbaj si produkt fantastike, nuk arrit dot t'ju sqaroj sa herë të mirë mban. Kjo është ngjyra dhe nga poshtë ka edhe këtë, brashin e vet. Edhe një pasqyrë për ta aplikuar blashin, edhe pse nuk besoj që kam për ta përdorur ndonjëherë këtë blashin. Ka e dy ngjyra, nga njëra anë është kështu roz, nga tjetra është jeshile, edhe në prekje këto të dy anët janë ndryshe, kështu që kjo do ketë një sqarim se është kështu. Por unë nuk e njoh. To deliver Arabian Brazilian Goddess Glow. Wow! Sot që është krimi edhe është vërtet tepër shumë e lumtur nga ky produkti. Dhe diku këtu ka ardhur ora ta mbyllëm këtë vlogun. Clyde nisi të zyet tepër herët sepse do niset për në Sicili. Kjo gjë më krijon mjaft trishti, por duhet të punoj, sepse është shtylla e shtëpisë, është kolona. Duhet të punoj shtylla e kolona e shtëpisë. Kështu që unë duhet ta lë rehat te kolonën, të shkoj edhe të pushtoj botën e menaxherave, e pllakave. Unë çfarë po them? Ne do shiferbi si gjithë dhjetorit. Nesër. Mua.